Për shembull ka njerëz që kanë fiksim dhe eksitohen kur shohin Ku janë ata të këmbëve, po e di. Ishtat e këmbëve, ose për shembull kur bëjnë këto. Po janë të shkar këta apo? Si ndoshta kanë libido shumë të lartë, ai ka dalë fiqen, çfarë mund të ketë? Unë për vetes se besoj këtë, nuk e besoj. Nuk e besoj? Ja. Asun se besoj se mu dali burri ashtu, kështu burr qoftë, burri ashtu në rrugë, turpi Zotit. Ja zëk më grua. Po pse s'ka ndonjë ditë kur të vjen Paska qenë burr me lë. Po jo të vjen, po jo në rrugë. Paska qenë Nuk beson Keli. Asun se besoj. Asnjë se beson. Beson. A, beson? Pse më kusht ka të requr ty? Ua, plasi telefoni, o Zoti madh, jemi live, jemi live. Jemi live. Jemi live. Kalojmë tek lajmi i dytë. Në lajmin e dytë do të shkojmë tek lumturia dhe shqiptarët. Po. E dinit ju që ne jemi vendi i parafundit në Europë si më të palumturit dhe në fund të listës, flasim për vendet europiane, vjen Turqia. Dhe ne jemi të parafundit. Qa kemi fut Turqis? Po Turqisa kemi Po fut. 500 vjet na e futi ajo tani. Hajde. Po kishin nga lajm shumë i mirë. Në një rang me Turqin. Por na i kanë futur, nuk e di, 100, Po mirë, po tash 200 por se je i zbuluar kur ato gjë. Po jo, në batuta dhe memet në rrjetet sociale kemi kështu vesh më vesh gojën. Sidomos me çfarë po shohim së fundi e kës bëjmë personazh. Se ti jemi popull që qeshim. Qeshim vetëm me meme, edhe me hallet të tjera, jo me ndonjë gjë tjetër. E besoni këtë lajm? Mos na ka zënë syri keq si popull. Unë e besoj këtë lajm, jam. Edhe unë e besoj. Pro këtij lajmi, po. Po e di çfarë më bëri përshtypje që për shembull në listën e vendeve më të lumtura ishte i renditur dhe Izraeli në vend të 8. Ndërkohë në Izrael po bëhet luftë dhe prap ne jemi në fund që as luftë nuk kemi. Ku e ndjen lumturinë ato apo kur gjuajnë kështu, ë? Po pastaj mund të jetë. Po bënin parti ata në një vend atje se e pash. Popull që janë që e flinë vetëm ne sikur fiks na ka mallkuar. Sikur na ka mallkuar njëri. Po e kemi zakone që ankohemi shumë prandaj edhe ndoshta prandaj na kanë ul poshtë. Edhe kur jemi me pushim ankohemi. Unë besoj këtë lajmin, po, votoj pro. Unë besoj. Tek lajmi tjetër që në fakt ky është trend. 40% e njerëzve ky është, po, fix trend, prandaj e kam shkruar dhe kështu, 40% e njerëzve kanë nisur t'i thonë jo bashkëjetesës edhe kur marrëdhënia është serioze. Pra, çiftet tani preferojnë që të kenë një marrëdhënie, po secili flej shtëpi vet. Si ajo hëna që... Domethënë, e provuan bashk, si pëlqen më as bashk tani. Shive kur të flen me qenin me macen dhe t'i thon burrit. Me macen flen, ca personazhe që kemi parë ne flen me macen. Me dikë do flen, por jo më me partner. U shkatrua familja fare, moj. Po çajnë këto lajme që bëni njërë? Po çajnë këto lajme që bëni një sekond, sikur i bën kjo. Po ç'është ky trend? Edhe ju që na shikoni, o zotri. Mos çani gazetare një valla se nuk është gazetarja fajtore pse keni rrjedh ju na trut. Gazetarja po ta thot, është një si ti thua doktorit, o doktor nuk jam mirë na trut. E ke fajin ti. Ç'a faj ka doktori valla? Fajin e ke vet.